Obeziteti të fëmijët po shndrohet në një nga problemet më serioze shëndetësore të shekullit të 21. Një raport i fundit global paralajmëron se numri i fëmijëve dhe adoleshentëve me mbi peshë dhe obezitet po rritet në mënyrë të vazhdueshme në mbar botën. Aktualisht mbi 160 milion fëmijë jetojnë me obezitet, ndërsa parashikimet tregojnë se deri në vitin 2040 ky numër mund të kalojë 220 milion. Ekspertët paralajmërojnë se për herë të parë në histori, obeziteti rrezikon të tejkalojë nënpeshën si një nga sfidat kryesore shëndetësore të brezit të ri. Ky fenomen nuk është vetëm global, por po bëhet gjithnjë më i dukshëm edhe në vendet e rajonit. Edhe në Maltezi, të lënat e publikuara në vitet e fundit tregojnë një situatë shqetësuese. Sipas specialistëve të shëndetit publik, rreth 1 në 3 fëmijë të moshës 7 vjeçare kanë peshë të shtuar ose obezitet, ndërsa në disa studime kjo përqindje arrin deri në 40%. Mjekët theksojnë se obeziteti nuk duhet parë vetëm si çështje estetike, por si një rrezik real për shëndetin fizik dhe mendor të fëmijëve. Stili modern i jetesës, konsumimi i ushqimit të shpejtë, mungesa e aktivitetit fizik dhe koha gjithnjë më e madhe para ekraneve konsiderohen si disa nga faktorët kryesorë që po ndikojnë në rritjen e këtij fenomeni. Në disa raste, specialistët flasin edhe për një lloj varësie nga teknologjia, e cila po ndryshon mënyrën se si fëmijët kalojnë kohën e lirë dhe ndikojnë në shprehit e tyre të jetesës. Për të kuptuar më mirë se sa serioz është ky fenomen dhe cilat janë pasojat që mund të ketë në shëndetin e fëmijëve, biseduam me mjekën e re Antonieta Gjokaj, e cila flet për rreziqet e obezitetit dhe hapat që mund të ndërmerren për parandalimin e tij. Po këto publikime që janë bërë, në fakt janë hipoteza, janë projekcione të cilat na tregojnë se nëse vazhdon ky trend, te çfarë do arrisim. Janë shumë e rëndësishme që janë publikuar në mënyrë që ne të ndikojmë që tani të bëjmë disa ndryshime, të bëjmë disa parandalime në mënyrë që mos të arrisim të ato rezultate jo të bukura. Cilat janë arsyet kryesore që po çojnë në rritjen e obezitetit të fëmijëve sot? Po do thot arsyet janë shumë, sepse edhe jeta ka ndryshuar shumë, aty ka çdo smundje sot është multifaktoriale. Mirë po, kur flasim për obezitetin apo mbi peshën të fëmijët, 2 faktorë janë kryesorë. Në njërin anë ushqimi, në tjetrën anë as pak më pak i rëndësishëm aktiviteti fizik apo them mos aktiviteti fizik. Obeziteti në moshë të hershme nuk paraqet vetëm një shqetësim estetik, por lidhet drejt për drejt me rreziqe serioze shëndetësore. Fëmijët me obezitet kanë gjasa më të larta të zhvillojnë sëmundje kronike si diabeti tipi 2, problemet me zemrën dhe enet e gjakut, si dhe çrregullime hormonale dhe metabolike. Gjithashtu, pesha e shtuar mund të shkaktojë vështirësi në lëvizje, lodhje të shpejtë dhe ndikim në zhvillimin normal fizik. Nëse nuk trajtohet në kohë, obeziteti mund të krijojë pasoja që shoqërojnë individin edhe në jetën e rritur.
Po kështu, që në moshë të hershme mund të sjell probleme të ndryshme, do të thotë sepse fëmia është në zhvillim dhe mund të sjellë do të thotë probleme edhe me sistemin lokomotor, edhe endokrin, edhe nervor, edhe me hormone, gjitha këto gjëra, kurse po, është shumë e rëndësishme edhe ky fakti që e përmendet, sepse mund të përçohet edhe do të thotë gjitha këto veti, veçori dhe shprehi që i kemi që i kanë si fëmijë, ato përçohen edhe kur janë në moshë të rritur. Dhe ashtu atëherë në moshë të rritur vijnë më shpeshti problemet me sistemin kardiovaskular, me zemër, me tru, me goditje të ndryshme, me kolesterol dhe gjitha këto tjerat, me smundjen e sheqerit edhe kështu me radhë. Sipas raportit, rritja e vazhdueshme e rasteve të obezitetit të fëmijët po shihet si një alarm global për sistemet shëndetësore. Parashikimet tregojnë se në dekadat e ardhshme obeziteti mund të bëhet një problem edhe më i përhapur se nënpesha. Ky paralajmërim nënvizon nevojën për masa parandaluese, edukim shëndetësor dhe përfshirje më të madhe të institucioneve në promovimin e stilit të shëndetshëm të jetesës që në moshë të hershme. Po është shumë paralajmërim serioz dhe është shumë ndryshim i madh në mes gjeneratash, sepse themi në njërin anë po të njëjtën familje, kemi persona të cilët kur kanë qenë fëmijë nuk kanë pasur ushqim boll me ngri stomakun, kurse në atë njëjtën familje kemi fëmijë të cilët sot kur nuk mundën me ungup. Ashtu që është problemi i madh, është ndryshim i madh me gjeneratave, është ndryshim i madh që i bëjmë edhe trupit ton, ai ndryshim do të na sjellë edhe surpriza jo të bukura për shëndetin në të ardhmen. Do thotë mund të paraqiten sëmundje të reja, të cilat na sot as nuk mund t'i parashikojmë. Pastaj do të duhet kohë gjatë edhe t'i studiojmë ato sëmundje, edhe t'i gjejmë ilaçet për ato sëmundje, edhe do të hyjmë në një problem shumë të madh global. Do thotë shumë sëmundje të cilat sot ekzistojnë, më parë nuk kanë ekzistuar edhe shumë shpesh i komentojnë edhe njerëzit thonë, na nuk kem ditë përpara çka këta, po normal, po edhe jeta jon ka ndryshuar aq shumë e fal tyne janë paraqitur edhe këto sëmundje, se nuk kanë pikë prej qiellit kot. Raporti thotë se obeziteti po rritet më shpejt në vende me të ardhura mesatare dhe të ulta. Sa ndikojnë faktoret ekonomik sipas jush? Po kështu, për sa i përket ekonomisë nuk është një mjemja dhe nuk do ndalesha aty shumë ta komentoj unë, pasi që nuk jam profesionist në atë punë, por po, ka ndikim. E më shumë ti ndoshta edhe për atë arsyen se këto ushqimet e shpejta, këto ushqimet e lehta, tepër shumë reklamohen dhe ndoshta janë shumë më lehtë ti konsumojnë edhe ti blejnë fëmija se këto që janë bio, këto që janë natyrore, këto që janë më të mira dhe në atë mënyrë atëherë në vese ku janë të ardhurat mesatare ose më të ulta e kanë më lehtë ushqehen me këto ushqime të cilat nuk janë të shëndetshme. Në ditët e sotme, teknologjia është bërë pjesë e pandashme e jetës së fëmijëve. Antoneta na tregoi se specialistët në rajon flasin gjithnjë më shpesh për fenomenin e varësisë nga ekranet, i cili lidhet me qëndrimin e gjatë ulur, uljen e aktivitetit fizik dhe ndryshime në zakonet e ushqimit dhe gjumit. Kjo mënyrë jetese mund të rrisë rrezikun për shtim në peshë dhe të ndikojë negativisht në shëndetin e përgjithshëm të fëmijëve. Po aty ka ndikim të madh, do të thotë çka do të përmendja aty një fakt, e besoj se është mjaft me treguar se sa ka ndryshuar. Te nën Podgoricë jo, por në rajon ekzistojnë brenda spitaleve psikiatrike klinikat të cilat merren pikërisht me fëmijë që janë të varur prej internetit ose prej ekraneve, do thotë ajo gjë ka kalon diagnozë. Atë shumë është tepruar. Shumë gjëra në botë sot teprohen, shumë gjëra sot në botë nuk kanë kufi, e mes tyre është edhe kjo, do thotë është një tepricë e cila ka kaluar në smundje. A është luftimi i obezitetit vetëm përgjegjësi i fëmijës apo edhe e institucioneve? Po është përgjegjësi e fëmijës apo themi edhe e familjes, normalisht edhe e institucioneve, por nëse na duam të presim që institucionet të merren me gjitha procedurat që të vinë deri te normalizimi i kësaj situate, do të rrim te ai viti 2040 me këto rezultate jo të mira. Ashtu që është spari duhet gjithçka fillon prej te familja, edhe prej te edukata, mësimet familjare, pastaj edhe gjitha ato mund të përçohen me atë. Po të presim institucionet na vinë me na pso familjen ka më kanë tepërvojë. Formimi i shprehive të shëndetshme fillon që në fëmijëri dhe në këtë proces rol të rëndësishëm luajnë si prindrit, ashtu edhe shkollat. Edukimi për ushqimin e shëndetshëm, nxitja e aktivitetit fizik dhe vendosja e kufive në përdorimin e teknologjisë janë disa nga faktorët që ndikojnë në krijimin e një stili jetese të balancuar. Bashkëpunimi mes familjes dhe institucioneve arsimore konsiderohet thelbësor në parandalimin e obezitetit.
Po normalisht e kam thënë edhe përpara pikërisht për televizionin tuaj, për sa përket shkollave, vetë kam cek, ashtu. Përderisa i mësojmë fëmijën shumë lanë të tjera, dhe në detale shumë të mëdha, të cilat ndoshta në jetë edhe nuk kanë mëvu dasht. Ma mirë është me pas, pa ata duhet më marrë Ministria e Arsimit me atë punë, ma mirë është edhe me pas, ose krahas tyne me pas edhe landën e cila merret. Jo vetëm stilet e shëndosh atjetës atje si lanë zgjellëse, por me kanë lanë e obligueshme ku kanë më mësua për mjekësinë, për shëndetin, për jetën e tyne. E dinë se si është mënyra e duhur me jetua. Po në tjetër anë për sa i përket familjes, do thot aty, siç e thash edhe përpara, aty është piknisja e parë, dhe aty ata duhet më ndikojnë më shumë. Për sa i përket njët mjekësisë, ne kem të gjithë për obligim të merrena me parandalimin, por aq shumë kena të merrena me smundje që nuk arrim mjaftueshëm mu marrë me parandalimin. Për ata më mirë me ditë familja vet, me ditë fëmija vet si me bë parandalimin e mos marrë atë me gjithë smundje deri te mjeku. Ekspertët rekomandojnë që familjet të nxisin fëmijët televizin më shumë, të kalojnë kohë në natyrë dhe të kufizojnë qëndrimin para ekraneve. Antoneta, edhe pse si një mjeke e re në detyrë, për shikuesit e televizionit të bojnë, tregon se janë disa ndryshimet që mund të bëhen në stilin e jetesës së fëmijëve, si dhe preferohet konsumimi i rregullt i frutave, perimeve dhe vakteve të balancuara, si dhe krijimi një rutine të qëndrueshme të gjumit. Ndërgjegjësimi dhe ndryshimet e vogla në përditshmëri mund të luajnë një rol të madh në parandalimin e mbipeshës dhe obezitetit të fëmijët. Po kështu, njërë në anë, ndoshta dikush ka më thënë se nuk kam drejt me dhënë kritika, ose shumë këshilla se jam mjeke e re në detyrë, në tjetër në anë vetë nuk jam prind, ashtu që nuk mundem me kuptua, me hynë kamp tyne, me kuptua tana obligimet e tana të vrapimet që mundohen me arrit për fëmijët tyne. Por, është një zënë që nga fakt, nuk është koha ka herë kur vetë jam ka fëmijë. Jam ka nxënës i shkollës fillore, jam ka nxënës i shkollës mesme, edhe në atë kohë nuk ka pas aq fëmijë mbi peshë sa ka sot. Domethënë që nuk ka edhe fort kohë e ka hershme. Ashtu që po, ka shumë ndryshime që mundem me i bë, mundem me i thënë edhe vetë prej vetvetes. Numër 1 për sa i përket ushqimit, domethënë tepër shumë fëmija kanë liri me dirigjuar me ato punë se çka kanë qef me çka kanë qef me ushqy, me çka nuk kanë qef me ushqy. Aty duhet me i vënë familja disa kufi. Domethënë, ma mirë ai fëmijë me shkuan me kohë me fjet, kur të zgjohen mëngjes, me hagër mëngjesin në shtëpinë. Pushim gjatë mundet me hagër në pemë, ose nëse nuk ka pirri me hagër mëngjes, me marr ushqimin prej shtëpit. Ne na kujtohet koha kur e kem bler chipsin me hagër në pushim gjatë, po e kem hagër tanë shoqënia bashkë, pak e nuk ka tanë ajo qese e chipsit mëngjesi për mua, sa ata nuk i treka normale, ata bëhet sot, ata nuk kanë rregull. Në tjetër në anë, edhe gjatë ditës, domethënë nuk vije fëmija tepër shumë me dirigjuar çka më pëlqen me hagër, çka s'm pëlqen me hagër. Duhet me vëvun prindja disa kufi, çka duhet me hagër e çka nuk duhet. Tjetër në anë, aktiviteti fizik. Prindja, shumë prindë, sidomos në masi e ka muri, munohen shumë për fëmijët e tyre, me i quen kurse të ndryshme, në sporte, me vrapuen të tanante, ato tana e kuptojnë. Por sa është në tjetër në anë kontra efekti, kur fëmija vjen në shtëpi, edhe rrën gjithë pjesën tjetër ditës në telefon ose në video lojna në televizive. Dhe me thonë, sa atë na ka efekt edhe ai sporti që e bani sahat kundra këtyne 4 orëve që i kalon atë na pas ekranit. Dhe me thonë, tana ato duhet me i dirigjua prindja, duhet me i vënë aty do rregulla. E di se nuk është belallë jeta krejt e sigurt apo vend jetët tona, nuk mundet fëmija që jeton në fund të malësisë më ardhen kamë në shkollë. Po nëse mundet me shkuat te daja, te kushrinja, te kojshia në kamë, nuk ka nevojë me ndez makinën e me çua. Domethënë, prindja doin me dhënë në atë mënyrë maksimumin për fëmijën e tyre, por ngaherë tu kuptojnë se u po i vajnë mirë, belallë u bajnë dëm. Ashtu që është shumë rëndësi me i vënë ato kufit e tyre, edhe nëse fëmijëve u duket se po na dënojnë prindja, ndosht prindja ti vënë rregullat e tyre, edhe ata na fëmijët dikur kanë me kuptuar se ata ka për të mirën e tyre. Më mirë asgjë që mund me mësoj fëmin, është vetë kontrolli e disiplinë. Nëse nuk janë disiplinuar, s'kan me kanë mirë as me shnetin, as me mësimin, as me suksesin, as me kurrxhanin. Ndërkaq që mbi rëndësinë e aktivitetit fizik dhe në krijimin e një stili jetese të shëndetshëm, folëm edhe me trajnerin Linda Marashević, e cila ndan përvojën e saj në punën me adoleshentët dhe të rinjt. Mua me duket se ky raport ka qenë vetëm një vërtetim i asaj që shohim në jetën e përditshme me sytë e lirë, domethënë se çka punon me moshat më të vegjël, edhe ato duke i përcjell ato adoleshentë edhe po ashtu edhe rinin tonë. Raporti tekson se fëmijët sot kalojnë më shumë kohë ulur dhe lëvizin më pak. A mendoni se niveli i aktivitetit fizik ka rënë krahasuar me brezat e mëparshëm?
Menoj se baza e fëmirisë edhe gjithë baza e jetës sonë është fillon në familje. Do më thonë, nëse ne si fëmi nuk jemi aktiv jashtë, se aty ja fillon një pari aktivitet si ne, kur kemi qenë fëmi, fëmijët tanë tani nuk luajnë ma jashtë. Nuk ka grupe fëmijësh si dikur që janë bashkua, ndoshta ka enden për do katune, por kryesisht fëmijët tanë janë shumë pasiv, prind qëndrojnë bas asaj se gjithë tani veprojnë i sojë ne gjithëve do të më mundëso kushtet sa ma të mira, por ato kushte janë degraduese për zhvillimin e fëmijëve, si që janë për shembull i herë pajisjet elektronike dhe pastaj rrjetet sociale. Nga përvoja juaj, sa e rëndësishme është përfshirja në aktivitet fizik që në moshë të hershme për parandalimin e këtij fenomeni? Po, prapë përsëris se baza është në fëmini, do më thënë, krejt vegjel. Kur në fëmija krejt vegjel, është krejt normale edhe naturale, me dalë fëmija jashtë, i herë nena duhet vitamin D për më u zhvillua trupi edhe truni ynë, ashtu që unë mendoj se ata shumë pak kohë kalojnë edhe prind shumë shtire pranojnë këtë fakt se fëmijët tyre nuk janë zhvilluar. Atër kur vjen adoleshenca edhe zhvillimi i tyre e kuptojnë, edhe atër bëhet shumë alarmante edhe për ta, ashtu që unë mendoj se është shumë më rëndësi që fëmijët qysh në vegjli të fillojnë të luajnë një herë spari jashtë, atëherë të regjistrojnë në një sport, edhe atër ashtu vazhdimisht ai e merr risoj shprehijet të jetës shëndetshme dhe aktive. Po, duke qenë si përmendet dhe duke qenë se punoni me adoleshentët, sa rëndësishme është lëvizja në këtë moshë për zhvillimin e tyre fizik dhe emocional? Po, shumë, shumë më rëndësi. Unë mendoj se është më rëndësishme për një zhvillim të qenje njerëzore aktiviteti fizik, se ashtu zhvillohet elektroni, zhvillohen hormonet normale, dhe më thënë jo abnormale, si tani që kemi raste. Unë i ushtroj adoleshentet edhe shoh se shumë prej tyre i bien vetëm për ata pse tani prindët kanë vërrejt se ato kanë deformitete në zhvillim, sidomos deformitete të shtyllës kurrizore. Edhe për mua nuk është normale që 40% adoleshente që ushtrojnë të vetë shkojnë edhe në terapi fizikale. Ata përpara nuk ka ndodhur, as nuk ka ekzistua, unë kam qenë sportiste që është në moshën e fëminisë dhe kur kush prej nesh në atë sport nuk ka shkollën terapi fizikale, ndërsa tani paralelisht si që vinë të vetë, ashtu shkojnë edhe në terapi tjera. Cile mendoni se është arsyeja për mos ushtrimi? Unë mendoj se jo vetëm mos ushtrimi, se as përpara nuk kanë ushtruar me sport, sidomos femrat nuk janë marrë me sport, por kanë qenë aktive gjatë ditës. Sa jeta e përditshme është shumë e rëndësi, 3 orë në javë aktivitet nuk janë kur gjë në krahasim me ata çka bajnë ato apo djemtë e vojl kur janë në shtëpitë e tyre. Unë mendoj se më i madhi problem për rinjtë some është teknologjia, domethënë edhe teknologjia e tepërt. Ata nuk dinë me e përdorë në mënyrë duhur, por krejt u analon zhvillimin e tyre si fizik ashtu edhe psiqik. Shumë rëndësi ka edhe si kalohet koha e lirë në shtëpi jashtë aktiviteteve sportive që kanë. Sepse unë pikrisht një natë me ankoshën këto vajzat adoleshente se u lep korrizi edhe nuk mund as me ndjekë mësimet në shkollë, pa marrë prind me i marrë prej shkollet për atë problematik. Edhe unë atë natë vetëm i pyeta kush nuk ka telefonën këtë palestër, kanë qenë prej moshët 11 deri në moshën 16 vjeçare me siguri një 15 vajza. Vetëm një vajzë nuk ka pa telefon, që nuk e ka as pak, nuk e posedon telefonin. Edhe ajo është 11 vjeçare. Edhe unë thaq vetëm 2 prej jush do mi të zgjell, edhe me këshirë në aplikacion i cili është për aktivitet gjatë ditës, se sa keni ban hapa sot, se let mi hapa në ditë do çdo person i gjallë mi ban, por tash e kanë ullë standardin e kanë ullën 8 deri në 10.000. Për ato ne 2 vajzave, do më thëtë të dyja, asnjëra nuk i ka ban 3.000 hapa. Ata është sa me shko në shkollë, me lëviz prej klasët në klasë, edhe në shtëpi aq sa ka lëviz bela me hangër ushqimin edhe aq. Ato janë shokues, as nuk kanë di se ekziston ai aplikacion, do të thonë as telefonat nuk i përdorin në mënyrë duhur, as nuk i marrin informatat e duhura prej atij telefon. Ashtu që prindët e tyre mendojnë se me para mund të blihet gjithçka. Shumë pak unë hapin asi se çka bajnë ato gjatë ditës të shtëpia e tyre. Nëse e pagua ushtrimin edhe e pagua terapin fizikale, ajo nuk mjafton. Parat nuk mund të blejnë gjithë shëndetin. Do më thënë, është shumë mirë që ata janë vetëdijsua prind
edhe kyçinin aktivitete fizike, por shumë pak janë vetëdijsose çka bajnë rinia gjatë kohës lirik. Ky raport gjithashtu përmend përdorimin e teknologjisë. Sa mendoni se kjo po ndikon në uljen e interesimit për lëvizje dhe për sport? Po, unë mendoj se shumë ndikon, sepse nëse një fëmijë i vogël prej fëmijëriet është mësuar me fjet edhe mu zgjua me telefon apo me isoj ekranit para synëve, ati naturalisht është që i bjen, si me thënë, unë u thëmë edhe i bjen edhe presioni i trupit. Me thënë, energjia lyp energji. Nuk muj njeri me pa energji nëse nuk mbushet me energji. Si mbushna me energji duke lëvizur. Nëse duhem të rrim në telefon, ne na duhet të ullemi të ejun, ose të shtrihna në shtret. Atër para menoni çka i ban ata zhvillimit të rinis, nëse rinia some rrinë në shtret duke kësyr ekranet edhe çka është me keqja, ata krahasohen me ata personat e cilët janë mbas atij ekranit, cilët e paraqesin një jetë ideale, edhe ata në çdo mënyrë ndikon keq qëndrimin tonë. Organizata shëndetësore rekomandojnë të paktën 60 minuta aktivitet fizik në ditë për fëmijët. Sa arritshme është kjo në realitetin e sotëm? Unë mendoj se është e arritshme, por mendoj se ata është minimale. Sipas përvojës same shumë vjeçare, unë mendoj se minimum 60 minuta në ditë. Jo 3 herë në javë 60 minuta, por në ditë për fëmijë dhe për rini është e rëndësishme për të zhvilluar në një person aktiv, të shëndosh, edhe kështu rradhë. Po sa është të vështirë sot të motivojnë fëmijët për sot dhe si mund të ndihmojnë prindrit këtu? Mendoj se prindrit janë një faktor më i rëndësishëm në jetën e fëmijët, qysh se lind deri që zhvillohet në një individ të pjekur. Ashtu që mendoj se prindrit tepër shumë janë bërë si mbrojtës të fëmijëve dhe nuk na ndëgjojnë ne. Domethënë, unë në ushtrimet mia, adoleshentet nuk guxojnë as me pa këto në këtë pjesë të palestrës, nuk guxojnë me kanë telefoni prezent. Ashtu që se pari prind, atëherë mendoj, nuk do të fondoj kur kanë, por mendoj se mësimdhënësit si tepër shumë u përshtaten fëmijëve dhe rinis, se nëse unë si trajneri e tyne e kërkoj që ato mos t'i përdorin telefonin, edhe pa kur farë problemit ato më ndëgjojnë, nuk e kuptoj pse është aq problem në shkolla mos më përdor telefoni apo teknologjia. Kështu që është diçka e arritshme. Është shumë e arritshme, vetëm duhet të jemi më rigoroz. Thonë se prindët e këtyre fëmijëve nuk kanë pas kur gjë në fëmijëni, ata tash prej shkollës zero duhet me kalon shkollën edhe me mundësot gjitha ato që nuk u takojnë moshës tyre. Po, është vonë të fillohet sporti kur fëmija tashmë ka shtuar peshë? Jo, kur nuk është vonë. Nuk është vonë as për njerëzën moshe, jo për fëmijë, por mendoj se edhe duhet me lënë shumë rëndësi ushqimit, se ushqimi, do më thënë, aktiviteti sportiv pa ushqim nuk mundet më kombinua. Ma mirë është me ushtrua gjithsesi, por mendoj se ato dy gjëra shumë duhet me këtë... Do të thënë, duhet të kombinojmë. Duhet të kombinojmë gjithë, patjetër. Mirë, dim se sporti dhe çdo aktivitet fizik ndikon jo vetëm në peshë, por edhe në vetbesim dhe përqendrim. E vini re tek fëmijët dhe të rinj që ushtrojnë rregullisht këtë. Kjo është, si më thonë, dyta sezon që merrem me adoleshente, por këtë vit e kanë kuptuar më seriozisht këtë aktivitet. Edhe mund të themi se unë verrej dallimin shumë të madh në mes kur ato kanë filluar. Në fillim të sezonit tash mund të them se jemi kafuni. Shumë janë ma aktive, në fillim vetë kam qenë krejtë e zhgënjue me në të, më ka nëllë edhe me ndërprej ushtrimin e me i pyet, a u kanë ba prindrit me lunë me ardhë, se shohim se është për të met fort e keq ajo, por më do të them se një vajzë 15 vjeçare të vetë ka shumë pak energji se një grua 40+. Për mua ata nuk ka kur farë logjiket. Edhe unë shumë heri kam pyetur, a kini ardhë me lunë, apo me dëshirë këtu me ushtrua, por shihet se ata për to kanë diçka abnormale, se deri atër nuk janë kanë aktive as pak. Por tani si kanë fituar ma shumë ki vetë edhe energji, kondicion, ato kanë shumë ma shumë vetë besim edhe shumë ma kollaj e përballojnë ushtrimin edhe tash e mba ma shumë si shoq, që jo aq nuk e kam, në fillim e kam pa autoritetin shumë ma nalt për ata se e kam pa se ato nuk janë zhvilluar në atë mënyrë gjatë fëmijënisë tyne, por tash e shoh se kanë shumë ma vetbesim, janë shumë ma aktive, ma të forta, edhe gjitha janë ndikon në jetën e tyne të mateshme. Dhe për fund, duke pasur parasysh të gjitha këto sfida, cili do ishte mesazhi juaj për fëmijët dhe prindrit e lidhur me rëndësinë e lëvizjes në përditshmëri?
unë ma shumë kish me i këshillua prind se fëmijët nuk janë halja të vetëdijshëm, ata halja nuk janë zhvilluar për me i kuptua se sa rëndësi ka kjo punë. Ata kanë me kuptua kur t'jenë vonë, por prind janë ata të cilë duhet me zua interesimin për aktivitet fizik dhe nuk duhet t'i mbrojnë në atë kuptim. Nëse i mbrojnë, si tash që ka ardhë koha, më thë atër fëmiju i ty ne vetëm ka me mitë mrapa dhe i pa zhvilluar, edhe atër na duhet me lanë kohë, para edhe gjitha tjerat për t'i prunë në artë nivel, i cilë janë kanë gjithmonë normal për i njeri të rije të shëndosh.